Edicioni 64 i festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë sjell plot 31 krijimtari të re, pra 31 krijime të reja. Sigurisht këngë që i përshtaten grup moshës. Ne vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në 2 kategori, në të vegjelve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjelve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 në 14 vjeç. Sinqerisht, prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qershia mitort, është baza, është ai themeli i këtij festivali. Mendoj që me marrëveshjen e kryer nga Bashkia Shkodër, Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krijimtarinë më të mirë. Tematika sigurisht në përshtatje me moshën e fëmijëve, këngë me mesazh, që trasin mesazh, pra ku ka më mirë kur fëmijët janë pjesa ku na bajnë thirrje ne trive për me kanë më të mirë, dhe këta i bajnë më së miri nëpërmes këngës. Unë mendoj që në momentin e parë që flasim për fëmijët, gjithmonë ata janë risia e çdo festivali. Për faktin që rrymat janë të ndryshme, fëmijët janë të ndryshëm, mënyra se si ato interpretojnë janë të ndryshme. Kështu që mendoj që kur themi festivali fëmijëve, që këtu fillon risia. Në fakt në koncept në këtë vit kemi menduar që në momentin e parë, jo vetëm për sa i përket shpërfaqjes së parë, që është projeksioni, që do të jetë çdo këngë do të ketë gjendjen të përcaktuar nëpërmjet projeksionit, pra do kemi emocionin e këngëtarit, do të kemi gjithçka të menduar nga regjia, por njëkohësisht edhe zhvillimi i projeksionit do të jetë në mënyrë të tillë që do të, si më thënë, në një farë mënyre analitike do të zhvillojmë këngën nëpërmjet projeksionit që do jetë 360 gradë. Pra, nuk do të kënaqen vetëm fëmijët në skenë, por do të jenë edhe spektatorët në sallë që do të marrin një emocion të jashtëzakonshëm të këngëve që fëmijët do të këndojnë. Një risi që është shumë e bukur këtë vit, kemi prezencën e Kronit tashmë, fituesit së fundit të festivalit në Fruta Perimi, që e patëm goxha të suksesshme edhe në Gjeorgji, paraqitjen e saj, së bashku me Isti Islamin, i cili është një personazh që ka 9 vite përpara ka qenë prezantues këtu i festivalit, ka qenë shumë i suksesshëm dhe duke qenë se i do shumë fëmijët, këtë vit ka ardhur me një energji tjetër dhe me një bashkëpunim shumë të bukur me Kronin. Mendoj që e gjithë energjia e stafit që është e jashtëzakonshme, e gjithë dëshira e mirë e të gjithëve për të nxjerrë një punë të bukur, mendoj që është risia e çdo festivali dhe prandaj Shkodra funksionon kaq bukur, sepse është dashuria në mes. I falenderoj prapë që për të dytin vit jam pjesë e këtij festivali. Dytin vit flas unë vetë, se është i 64-ti, dhe mendoj që do dëshiroj edhe shumë vite të tjera përsa të kemë fortë energjitë janë pjesë e tij. Për disa mund të quhet punë, për ne nuk është punë absolutisht. S'ka qenë punën e parë kur e kam prezantuar, edhe këtë herë është thjesht kënaqësi. Jeta është e vrrullshme, rutina është e ngarkuar, por sa herë që t'jepet mundësia për të qenë afër fëmijëve në festivalin e fëmijëve në Shkodër, nuk mund t'i thuash jo, kështu që ja ku jemi. Unë duke qenë shumë afër me muzikën, të gjithë ne duam muzikën, muzika është pjesë e jetës. Për jetimin në Shkodër është pak më ndryshe, mund të kesh marrë pjesë në shumë kompeticione, festivale fëmijësh, evente, koncerte, se di. Të marrësh pjesë në një garë që zhvillohet në Shkodër prej kaq shumë dekadash, është tjetër emocion, është tjetër kënaqësi, është tjetër ndjesi, edhe si bëhet në Shkodër, unë nuk jam nga Shkodra. Dhe kështu që mund ta them, nuk kam as konflikt interesi, po si bëhet në Shkodër një koncert, një festival, një përjetim emocioni nuk bëhet tjetër kund. Fëmijët janë shumë të mirë, unë kam emocion sa herë takoj Korin. Unë nuk arrit dot të memorizoj të gjithë fëmijët që janë çdo vit në Kor, por më duket sikur trupin e Korit e njoh gjithmonë. Edhe, më thënë, impakti parë, kontakti parë me festivalin e fëmijëve në Shkodër është Kori. Patjetër edhe solistët që çdo vit sjellin emocion, sjellin këngë të reja, sjellin një copës realiteti që për ne që rritemi vit pas viti sikur e humbasim ndonjëherë kontaktin, por këta fëmijë na sjellin me këmbë në tokë dhe na sjellin në një tokë që na pëlqen. Këtë vit vi gjithashtu në rolin e koordinatorës, jemi bërë një staf shumë i madh, shumë i plot, është një punë e mrekullueshëm mes të gjithëve. Këtë vit vim edhe me sektorin që na ka siguru Bashkia Shkodër, sektori i festivalit që është i vetmi në Shqipëri që merret vetëm me festivalin gjatë gjithë vitit. Që festivali e meriton shumë se ka kaq shumë punë dhe jemi me shumë plane
të gjata në lidhje me arkivën e festivalit, që ta digitalizojmë, që të bëjmë, të nxjerrim gjitha këngët online, dhe na presin shumë punë të bukura dhe të shfaqim gjëra që janë ba vit pas viti, le të kemi edhe online që çdo qytetar t'i ketë, pavarësisht në Shkodër, në Shqipëri apo edhe Anëmban. Normalisht një lidhje shumë e fortë është nuk ta përshkruaj dot, nuk e ndaj dot, është lidhja vetëm se unë kam linë në festival, jam rritur me festivalin, është kjo dashuria që na kanë ushqyer familja gjatë viteve. Po për mu është diçka shumë e veçantë, e bëj me shumë dashuri, me shumë pasion, dhe do vazhdoj ta bëj sa herë të mundem, ose sa herë na krijohet mundësia.